Kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu ka reaguar për ndarjen nga jeta të Papa Franceskut. Ai thotë se Papa vlerësoi shumë dialogun ndërfetar, Shqipërinë si dhe komunitetin musliman shqiptar. Sot u nda nga jeta një pap që e deshi shumë dialogun ndërfetar, e deshi shumë vendin ton dhe vlerësoi veçanërisht komunitetin musliman të Shqipërisë për rolin që luan në shoqërinë shqiptare. Kam patur nderin e veçantë të jem kryetari i parë në historinë e komunitetit musliman të Shqipërisë, që kam patur për një audiencë të posaçme me ftesë të tij me Papa Franceskun, takimi që u zhvillua me 6 maj 2022. Në takimin kokë me Papa Franceskun, takimi i cili zgjati për më shumë se 30 minuta. Patëm një diskutim të gjerë nga i cili përveç të tjerash, kuptova rëndësinë që ai kushtonte dialogut dhe vlerësimit të lartë që kishte për Shqipërinë e për rolin e komunitetit musliman. Sot bota nuk ka humbur vetëm një pap, por edhe një kryetar shteti e lider fetar që punoi shumë për paqe mes besimeve për një botë më të qetë të patrazuar. Unë dhe komuniteti musliman kemi humbur gjithashtu një mik. I shpreh ngushëllimet e mia bashkëpunëtorëve të tij të komunitetit katolik në Shqipëri dhe shtetit të Vatikanit. Në një reagim në rrjetet sociale, Kisha Ortodokse Autoqefale Shqipërisë teksa përcjellin ngushëllimet e tyre mes fjalëve të ndjera nënvizojnë se gjatë misionit të tij si prift, Peshkop dhe Pap tregoi gjithmonë një përkushtim të madh për të varfërit dhe të marginalizuarit pavarësisht kulturës dhe pozicionit gjeografik. Duke marrë pjesë në hidhërimin për fjetjen e Papës së Romës Franceskut, dëshirojmë të shprehim ngushëllimet tona ndaj klerit dhe besimtarëve të Kishës Romano-Katolike. Gjatë misionit të tij si prift, Peshkop dhe Pap, ai gjithmonë tregoi një përkushtim të thellë ndaj shpalljes së ungjillit në kontekste të ndryshme gjeografike dhe kulturore, veçanërisht përmes kujdesit të tij të sinqert për të varfërit dhe të marginalizuarit. Veçanërisht vlerësojmë përpjekjet e tij të sinqerta për të nxitur një mirëkuptim të madh ndërmjet Kishës Ortodokse dhe asaj katolike. Sjellim ndërmend fjalët e tij gjatë takimeve me përfaqësuesit e Kishës Ortodokse, ecim së bashku si vëllezër në rrugën e mëshirës dhe të dashurisë, me shpresën të Krishtit i ngjallur, i cili do fshijë çdo lot nga sytë e tyre dhe nuk do ketë më as vdekje, as zi, as vajtim, as dhimbje, sepse bota më pashme mori fund. Lutemi që Zoti ynë, Ati i mëshirshëm, të ia prehje shpirtit të tij i përjetshëm kujtimi, thuhet në mesazhin e Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë.